e kam thënë shpesh herë për marrëveshje të mirë, LDK-ja i ka gjitha votat, për marrëveshje jo të mirë nuk e ka as votën time si kryetari i saj. Pra nuk mund të diskutoj për mbështetje politike pa pasur substancë. Fillimisht duhet ndërtohet marrëveshja, më pas të prezantohet ajo marrëveshje dhe më pas do të flasim për aritmetik, për numra, për mundësi të realizimit të kështu me radhë. Në këtë përpjekje po përpiqemi për balancë institucionale, kërkoj falje që s'mundem më shumë të jap detaj sepse jemi në proces diskutues dhe ju los që të keni mirë kuptim për këtë çështje sepse po vazhdojmë tuti diskutimet. Zotri Kurti tha që po të kishim pajtueshmëri të plotë për gjitha çështjet, do ta shpallim këtë marrëveshje, po ende jemi në procese tutje, prandaj lus për mirë kuptim. Mund të kemi takime në ditët vijim, mund të presim kushtërimin e kuvendit, më pas e kemi 25 ditë, aq sa duhet 10 ditë dhe 2 javë për mandatim të mandatarit, ku para se të bëhet qeveria e re në vend, por sa më herët më mirë, se sa më gjithëpërfshirë se më mirë për gjithë. Zotri Kurti konsensual, zoti Abdulgjiko. Zoti Kurti tha që ata duan prezident konsensual jo të vetëdijës. Tani prezident konsensual gjem është secili prezident që i merr 80 vota. LDK-ja duhet ndihet e përfaqësuar në institucionet e Kosovës për të pasur votat e veta. Zotri Kurti tha që marrëveshja politike nuk duhet të mbivendoset rezultatit zgjedhor. A ka tentuar LDK-ja me janë mbivendos përmes marrëveshjes politike rezultatit? Jo, kemi pas dakordans plot, njëra prej çështjeve bazike që marrëveshjet në tavolinë nuk e përmbysin rezultatin zgjedhor. Prandaj edhe ju thash fillim që ne s'kemi asnjë ide të kontestojmë rezultatin zgjedhor, po përpiqemi që brenda interesave të Republikës dhe rrethanave që jemi tani të japim më të mirë për Republikën e Kosovës. Ju faleminderit shumë gjithëve. Mirupafshim.